Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush dinamikat edhe ngjarjet më të diskutuara brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Dita e sotme ka nisur me një debat shumë të nxehtë. Debati mes Eglit edhe Rozanës në fakt ka filluar që me rikthimin e Eglit në shtëpinë e Big Brotherit, që në natën kur Egli u rikthye nuk u pozicionua tek Rozana, që e ndjente shoqe dhe në fakt Rozana e ka përmendur brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Kujtojmë që ja ka përmendur dhe Gjestit nëse të ka marrë malli për Eglin, por Egli u pozicionua tek Danja. Dita e sotme ka nisur me një diskutim shumë të madh, ku Egli i thot Rozanës që ti je xhelozja më e madhe pse unë po qëndroj me Danjën. Banorët ishin të pozicionuar në verandë teksa po pinin kafen, ato thonë të mëngjesit, por ne do të themi të drekës, dhe debatet ishin shumë të zëshme. Një nga disa diskutime që ne sot do t'i komentojmë me radhë është diskutimi i Rozanës edhe Eglit. Rozana i thot Eglit me një ton të lartë që ti shkole fjalën e motrës tënde dhe vazhdove duke ju gjujtur pas Gjestit, duke ju hedhur pas Gjestit, sepse nuk e ke lojën tënde dhe për të qëndruar në këtë shtëpi, i vetmi opsion është i joti Gjesti. Ndërsa Egli kthej që ti je xheloze dhe unë tha shkola tha fjalën e motrës time është e vërtet, sepse tha besova dhe mendova që Gjesti më do. Po që tha se të më kishte dashur ky djali, ashtu siç e kam dashur unë dhe e kam respektuar unë krenare do t'isha që kam shkelur fjalën e motrës time. Prandaj tha u riktheva për t'i treguar dhe Gjestit dhe ti dhe të gjithë të tjerëve që unë jam e fortë, jam e guximshme dhe unë kam autoritetin tim. Rozana i tha shqyr tha që erdhe tha tregosh veten tate, se këtë gjë ta kam thënë tha që në fillim, por uroj tha që mos rëshkasësh përsëri tha dhe të bësh ta të njëjtin gabim. Egli Rozanën e quan gënjeshtare, e quan xheloze, e quan manipuluese, do me thënë, sipas Eglit Rozana i afron njerëzit për t'i nxjerrë nga shtëpia, sepse me qëndrimin afër Rozanës banorët i marrin inat të tjerët, por Rozana është shumë e fortë në këtë qëndrim dhe i thot Eglit që ti ke ardhur vetëm për të pastruar imazhin tënd dhe për një qëllim të vetëm, të shkatrosh marrëdhënie. Do të thënë Rozana sot ka patur dhe vazhdon të ketë një diskutim shumë të nxehtë me Egli, një diskutim që me patjetër do të trajtohet në prime dhe do të përflitet në prime se në fakt çfarë po ndodh në shtëpi. Do të thënë sot ka qenë një ditë shumë e nxehtë. Doja të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju raportin e Rozanës edhe të Eglit në Big Brother.